Gjithë kjo zhurmë, gjithë kjo, ai na zot që ta çojmë këtë skuadër përpara. Çfarë do na më bë? Do na më ndru lojtar. Këto lojtarë janë. Çfarë mendojmë që s'kan kualitete, kanë kualitete. Hajde ti bëjmë të luajmë futboll, ti plotësojmë ato kushte, ato mundësi që kena, nuk sjellin kur gjë fjalët e tepërta, besoj që gjithë e dimë që janë fukarallëk. Kështu do të shprehej drejtori sportiv i Vllaznisë Armir Grima para thuajse një muaj e gjysmë, duke thënë se lojtarët kuqiblu kanë kualitete. Por sot, pas ndeshjes me të Udën, ku Vllaznia u mund 1-0 dhe tashmë mban vendin e fundit në renditje, Grima ka mendime të tjera për futbollistët, që ai vet ka drejtuar atëherë, por edhe tani, teksa thotë se mund të ketë nga ata që nuk e meritojnë të veshin fanelën e Vllaznisë. Nuk e kishim atë lojtar më me përvojë, nuk morën atë peshën kryesore që duhet me marr. Gjithsesi thash kena shumë punë me bë, duhet me pa edhe futbollistët gjithë secili ata ç'a jep fushë dhe ç'a kanë mundësi me dhënë. Punojmë me dy fytyra, në stërvitje xherrim xixa, në fushë nuk kena ata që pretendojmë. Nuk është ndoshta momenti për me bë komente problemet. Një ditë tjetër, një moment tjetër, besoj që ne i shohim, po luajnë dhe shohim se kush është ai që e meriton të jetë pjesë e Vllaznisë dhe kush nuk është ai që e meriton të jetë pjesë e Vllaznisë. Tashmë dhe vetë drejtori sportiv Grima, njëkohësh edhe trajneri i Vllaznisë, ka ndryshuar mendim për lojtarët, sidomos ata të ardhur në merkatu përpara fillimit të kampionatit, gjë e cila jo vetëm se jep të drejtë kritikave të deri tanishme, por është edhe një sinjal i qartë që shumë çka duhet të ndryshojë në merkatun e janarit, duke dhënë lam të mirën lojtarëve që kanë kontrata me mira euro dhe që vërshëllejen nga tifozët.